deputetëve dhe njohjen ose letrën e njohjes nga George W. Bush. Dhe kjo normalisht që jalat në Kosovës jo që i ka i ka pesmatu. Falenderit, po të respektoj maksimalisht, por kjapën qalën edhe tjerëve pasaj dhe përkoj. Konstitucional po, por jo në kuptimin klasik, si që është për shembull, sepse flet për organizimin shtetëror, të ngjashëm për shembull si që ka Zvicra, që është shtet federal, ose Bosna që ka disa qendrat vendimarrjes, disa parlament. Ata parlament edhe janë të ndarë në mes serbëve, janë në mes bosnjakëve dhe komunitetit kroat atje, të cilët nuk mund të marrin vendime pa konsultimin ose pa dakordimin me njëri tjetrin. Këtë nuk e ka Kosova. Kosova është shtet unitar. Ta dëgjojmë të pak. Unë dëgjova pa ju ndërprej asnjëherë. Po veç këtë pjesën e parë, ta sqaroj unë gjyqësha unë e shoh kështu që Kosova është shtet unitar. Gabim, a që që gabon statë? Pastaj pa, ka mundësi vetëm t'ja dëgjojmë argumentin se dëgjojmë 8 minuta. Por dëgjojmë 8 minuta. Sën që Kosova është shtet unitar, në fakt është, sepse ka vetëm një parlament, i cili merr vendime. Për tek kësaj është shoqëri multietnike, me këtë pajtohem plotësisht, edhe kështu duhet jetë, por që komuniteti serb ka të drejtën e vetos në politika të caktuara që lidhen me ta, me interesat e tyre, do me thënë që kanë të bëjnë me drejtat e njeriut, si që është atje gjuha, si që është religioni, por ti thua që nuk kanë jo do mëzdoj institucionet nuk bëhen do të pata. Absolutisht, nuk kanë veto në pika kyqe, dhe kjo është arsyeja pse edhe pakoja e ahtisarit e ka pa të rrugës që Kosova të mos jetë në organizimin e saj të brendshëm e ngjashme me Bosnën, duke e parë gabimet që i kanë bërë në